Nuk është ai që prisnim, vajza e Aldos tregon emrin e banorit që do ta fitojë këtë Big Brother VIP. Aldo Marku ka pak kohë që ka dalë nga shtëpia më e famshme e Shqipërisë, teksa ishte shumë afër finales së 19 prillit. Ai ka folur më shumë për rrugtimin e tij në këtë reality show, si dhe ka komentuar banorët dhe ngjarjet aty brenda. Madje nuk ka munguar as postimet me të voglen e tij Akirën, e cila po të morë shumë vëmendjen me 2 hyrjet e saj në shtëpinë e Big Brother VIP, teksa Aldo në ditën e sotme ka postuar në Insta Story një video ku shfaqet vajza e tij dhe ai bën një pyetje. Akira, hajde të bëj një pyetje. Kush e fiton Big Brotherin? E ka pyetur ish banori të bijen, teksa Akira i tha Gjesti, ndërkohë që Aldo shprehur i çuditur Gjesti, okej. Ndërkaq pas kësaj video, Marku ka shkruar u kryt çdo sen, duke shoqëruar me emoji duke qeshur e etiketuar Gjestin. Ai në intervistën e fundit vetëm në paraditën e sotme u shpreh se nuk ishte aq pro lojës së Gjesti, duke përshkruar lojtarët në këtë Big Brother, teksa tha me Gjesti nuk jam as pak, por që e shoh fituese dhe nga reagimet jashtë, e shoh që s'ke të. Besoj se me 90% ai do e fitoj, ka më shumë se 160 ditë izoluar, por loja që ka bërë nuk ka qenë as pak e bukur. Mua do më pëlqente më shumë ta fitonte Gerta ose Sedanja për atë çka ka dhënë, si dhe koherencën që kanë treguar që nga fillimi deri në fund. Pastaj ka edhe lojtarë të tjerë inteligjent siç është Laerti, edhe atë nuk e vlerësoj në planin personal, por duhet t'i japim Shezarit atë që i takon. Po në këtë Big Brother ka pasur edhe kundërta personazhe as pak inteligjente ku mund të përfshijë Valbonën, truri me gojën e saj nuk ka as pak lidhje, vetëm bërtiste dhe nuk të dëgjonte. Është shprehur Aldo tepër troç, siç ai di ta bëjë më së miri.